realisht ishte një fitore që na shijon fakt, se fitoria gjithmonë është e mirë dhe gjithmonë shijon. Ishte e mundimshme në disa këndvështrime të mia nuk ishim ai ekip që ne u do të me zgjidh shumë më shpejt neshin realisht, por për fund fitoria është ajo që na ngroh, edhe jam i gëzuar dhe i lumtur për këto 3 pikë dhe sidomos për vajzat për atë qëllam fush. Realisht vënum me hyrë në lojë, edhe terreni ishte problematik shumë, edhe nuk i përshtat të lojës që ne mendojmë, jo për të justifikuar ose për të thënë që por. Pjesa e dytë ishte ajo që ne kuptuam që minutat ikën dhe qëllimi kryesor ishte për të fituar neshin, rrezikuam shumë, u hapim pak në mbrojtje, shfrytëzoi kundërshtari, por karakteri këtyre vajzave, cilësia që kanë në ekip, gjithmonë bëjnë diferencën në këto minuta dhe normalisht bën 2 gola mos të meritum. Po janë, fitoria është kënaqësi shpirtërore, fitoria është ajo që na motivon, ne për fitore kishim marrë dhe ardhëm në objektiv e morëm, pavarësisht se me shumë vështirësi, por për fond është fitore dhe ne për fitore ardhëm të jena të lumtur që kemi këtë fitore dhe tash mendojmë për check-in që të marrim aty një rezultat pozitiv.